Dhe ja o vëllezërit e mi, duke es në për sokaqe dhe rrugët e xhenetit të Allahu xhallahu ala, do të shfaqet një fytyrë e bukur, e cila ndriçon shumë, dhe do të flasim mes njëri tjetrit dhe do të themi, po kush është ky njeri kaq i bukur? Dhe dikush i do të na thotë, ai është Muhamedi. Unë edhe ti do të themi, Muhamedi, që unë u falë si falësht e ai, që unë agjerova si që agjeron të aj, që unë në dunja mërja abdes si shmer të aj, unë e vendosja shuplakën e djatë në fytyrën e djatë në atën fleja si shflen të aj, i bëja duajat para gjumi si që i bën të aj, krijesa më e dashur në zemrën time në jetën e dunjas ishte ky është aj, po do të thonë, ky është aj, dhe do të shkojmë dhe do të shohim pejgamberin e Allahu sallallahu alaihi wasallam. E që kur u pyet dikush për dietarëve të hershëm o imam, na i përshkruaj xhenetin, fa fiha Rasulullah, në të është pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam. Do ta përshëndesim pejgamberin e Allahut, do ta përqafojmë pejgamberin e Allahut, lum për ata njerëz që do të hyjnë në xhenetet e Allahut xhelle xhelal.